Antigona, është mbase ky veta do duhet jetë viti 2026 që duhet t'i lënë të ikin njerëzit që na kanë kriju ndjesi jo të mira, pra kanë qenë toksik dhe mos na trem shkëputja nga ta, ikja atyre, sepse në një moment tjetër do të gjejmë njerëz të tjerë që do të na plotësojnë dhe do të krijojmë shoqëri të mira që vlerësojnë vlerat tona. Nuk e di pse më kujtu pyetja me abo vetës pyetjen kush jam unë pa këtë personin. Sa herë ke vështirë me jetu pa dikë, bën pyetje vetës kush jam unë pa këtë. Çka ky personi po përmbush tek unë, një pjesë të vetës që unë nuk jam gjendje me ia dhënë vetës, ndoshta. Kështu që lërin e njerëzit jetojnë jetën e tyre, askush nuk është i obliguar me qenë aty për ty, kushdo që është afër nesh është për shkak se ka pas një përshtatje të mendimeve, të emocioneve për njëri tjetrin, po nëse nuk ekziston më kjo lidhje emocionale ose e mentalitetit, lëni njerëzit le të jetojnë të lirë, jetoni edhe ju të lirë me veten e juaj, mos keni frikë me jetu vetë. Më mirë vetëm e në paqe me veten se sa në një rrëmuj me shumë njerëz të rrethuar. E bukur është që asnjëherë s'keni me met vetë, gjithmonë keni me gjetë njerëz cilët janë në të njëjtën linjë me ju. Do të thonë nëse sot nuk ndjehesh mirë me një shoqe, me një shok me cilin deri sot je ndje mirë, mos ki frikë me bisedu, me i thonë gjana të hapun, por nëse thjesht nuk gjeni gjuhën e përbashkët, lënë le të rrjedh, le të ikë në kuptimin ai ka me jetu jetën e vetë, ti ke me jetu jetën tënde. Nuk ik askund, nuk shkon askund, as ti nuk metesh vetë, thjesht vazhdoni tutje. Njerëzit zhvillohen me kalimin e viteve.